Plantacionet e mollëve në Kovrak të Istogut kështu dukeshin në shtator kur edhe kishte filluar vjedhja e bereqetit të së vjetme. Moti mirë si vjet ishte në krah të fermerëve të vyshëm dhe ata që atëherë u shprehën të kënaqur me sasinë e sidomos me cilësinë e mollës. Që atëherë ishin të sigurt se nuk do të kenë vështirësi për plasman. Tani, këto ditë të vjeshtës së dytë, plantacionet janë të thatë. Bereqeti i tërë është i vendosur në depon moderne të ndërtuar këtu në Kovrak. Bakaj, jemi në përfundim të një pune të madhe që e bërë gjatë tërë vitit dhe tani veç fryti i si vjem po dorëzohet në depot, në treg, tek konsumatorët. Po se një të kënaqur ju me rendimentin e si vjem të mollëve? Po, si vjetë ka qenë një vere mirë për me të pëmtarët. Kryesisht për pëmtarët e Kovrakës, se qytetet ka pas edhe treshërat atmosferike kanë qenë shumë ka pas breshin e këto. Ne për fat si vjetë kem kalu atë rrezik, breshin nuk kem pas, me punën që kem pas të vazhdueshme gjatë verës. Ja kem dalë që bojnë një sasi bukur të mirë, që ka dalë dikun rreth 60 ton për hektar. Dhe kështu edhe ka dalë edhe kvaliteti, që gjitha kanë kry, vjedhja është kry. Tash e kemi edhe plasmane, që ne kemi një bashkëpunim shumë mirë me kompaninë Nerkos Group, i cili është duke i plasu mollat në gjitha marketet e veta ETC, që janë tërë Kosovën. Çmimi është i arsyeshëm. Marë pej lojit, ka lloj që shkon edhe 40 cent, ka 35, kështu që besoj që shumë shpejt do të shiten gjitha. Mirë është shku shitja. Cilat loje ke pas si vjetë? Kem qenë me lojë cilat kërkohen, kem qenë me sasi ma pak, që janë për mishtë të reja cilat endes janë hinë prodhim kapacitet dur, po kvaliteti ka qenë shumë i mirë dhe shitja ka shku shumë shpejt si vjetë. E aty një lojë që janë greni smit, delishesi kush, delishesi art, mucuja, tash kam bet pa shit vetëm hajdaretin, që tash është të ushit, mirë është ushit shitja, mirë të shku, dhe kvaliteti është, kështu që bashkëpunimi në vjetë Elkosit edhe neve është të shku shumë mirë, jemi të nashim dy partë, si ata me kvalitet, si na me smim dhe me shitjen. Zotër Blakaj, flasim për mollën që del në treg, po sigurisht është edhe një sasi e mollës që ndoshta mbetet e pashfrytzuar. Çka me bëmë të? Keni do një ide, keni do një plan, për do një përpunim, për do një diçka të ngjashme? Po, janë disa kompani që përpunojnë mollën, mund të ceku është, kemë bashkëpunim shumë mirë edhe me Abin e prej Zarenit, me Erfan Fushin, cili çdo vit merr nga një sasi, që një duhet, nuk është e pak, që është rreth 50 ton, 70 ton kalon. Kështu që janë edhe kompani tjera, Moeja, Gilan, janë shumë kompani, ka dhe tregtarë që dojnë pak ma për treq, që janë pak ma për shitjen pak ma të lira, edhe kështu që nuk jetë asgjë. Mos të harroj me përmend, tash ka që kemë bashkëpunim edhe një kompani për prodhim për përpunim e frutave, është cila është në unik. Tash ka hapa, ajo ka morë për fillim, ka morë dikun rreth 15 ton mollë. Është edhe ata si kompani janë shumë kënaqur, edhe me kvalitetin sok pa sheqerna, pa ujë, pa gjitha. Një sok vërtet që ja vlen të përdoret shumë shpejt, besoj ata të dalin treg me pije dhe mirë. Po ju planifikoni vetë të bani diçka, do një përpunim? Po, planifikojmë, po dhe me tash kemë qenë na investime, që shosh kjo depoja se ne kemë pas vjetë, duke falendëru Ministrisë Bujqësisë, që për grant, për këtë depo, për përkrajnë këtë depo, që në ka përkrajnë 60%, 40% ka qenë njona, kemë qenë përmishtë, duke ngritë përmishtë të treja, mekanizm, që dhe kemë pas bashkëpunim shumë mirë grante nga Ministria Bujqësisë, duke falendëru gjithmonë, për punën që e kanë be edhe ata, kështu që besojmë shumë shpejt, vitet të ardhshme do të ketë edhe me përpunim mollës. Edhe Agim Blakaj, kultivues i njohur i mollëve nga Kovraga,
është I kënaqur me rendimin e sivje dhe interesimin e tregut. Agropema dhe Agim Blakaj. Agim, si ishte ky sezon për ty si prodhues I mollëve? Po, ky sezon që e kalum për mu personalisht ka qenë mjaft I suksesshëm. Duke I falenderuar mbrojtjes mirë nga smunjet edhe mtuese ndryshe kom pas një kvalitet shumë të lartë dhe një prodhim të ri shumë të madhe të mollës. Domethënë hektari dikon I ka qitë rreth 50 deri në 60 ton mesatarje. Cilat lloje ke pas? Lloji dominues të na është ende lloji Ajdaret, kemi tash llojet të reja Delicious në Kurrëçifin që kanë mjaft të suksesshëm me një cilësi shumë të lartë dhe kemi shit shumë herët. Mocun, edhe jam mjaft e mirë, Granny Smithin, Gjana Goredin, Rëshesin A, domethënë kemi gjitha llojet, por dominon në këtë fazën tash kemi vetëm me Ajdaret, tjerat lloje I kemi plasu në treg dhe në shit. Po, përmendet se të falenderuar edhe kujdesit që është bërë dhe trajtimit të mollës, keni pas këtë cilësi, po sa jeni të aftësuar, sa jeni të informuar, sa keni mundësi të informoni për mundësitë e reja për mbrojtjen edhe trajtimin e mollës? Herë mundësitë po janë më të mëdha për mbrojtjen, domethënë informatat ka shumë a shumë si në internet, literaturë me ekspertë të ndryshëm. Domethënë është shumë më lehtë me mbrojtë nëse përcjellin këto risitë që janë në treg tash preparatet që ja vlen tash të përdoren. Edhe domethënë çdo vit na po shkojmë të rrit cilësinë, ka dallime të mëdha për vitin në vit në cilësi, edhe në sasi. Po plasmani si qëndron? Plasmanin unë e marr në farforme kur tash cilësia, domethënë kvaliteti I mirë, cilësia plasmanin nuk ka problem të na. Domethënë duhet luftohet sa më shumë të arrisim cilësinë dhe për plasman në Kosovë për këtë periudhën po mendoj edhe disa vite nuk ka më pas problem. Kompania Elkos është grumbulluesi kryesor I prodhimeve të fermerëve në Kosovë. Në pikat grumbulluese grumbullohen sasi të shumta të pemëve. Kështu është edhe kësaj vjeshte. Tradita e bashkëpunimit po vazhdon, malli është kvalitativ, shitja u të shku shumë mirë, fal besimit që na kanë shpreh vlerësat ndaj grupit të Elkos dhe zinxhirit supermarketeve TC, me zgjerimin e supermarketeve, normal që rrit edhe kapacitetet shitse, për ndryshe më thonë që gjithçka është në nivel. Çfarë cilësi është molla këtu në Kosovë, se nuk është vetëm fjala për mollën e Kovragës, po ju sigurisht grumbulloni edhe për zonave tjera? Në përgjithësi këtë vit ka qenë situata e mirë. Nëse marrim parasysh që vitin e kaluar kemi pas probleme me breshën me këto gjëra, këtë vit nuk është fash ky fenomen. Kemi pas fat, cilësia është e mirë, hapësirën jo kemi javë nëpër supermarkete, domethënë është nëse mund ta cekin si lloj monopoli molla vendore, kështu që klientat e kanë prit mirë, gjithçka po vazhdon mirë. Po çmimet si janë? Tash tregtari ka ndvështrimin e vet, prodhuesi ka ndvështrimin e vet. Rrallë herë përputhen, megjithatë a keni arritur një çmim që është I kapshëm? E kemi gjetë një çmim të kapshëm për të dyja palët. Nuk I kemi parasysh regioni apo diçka tjetër, kemi marrë që edhe fermerët e kanë një profit sipas kërkesave tyne, që tjetë edhe për ne arsyeshëm me mbulu koston e punës. Mendoj që aty jemi përpjek bukur mirë me çmimin, edhe puna po vazhdon pa asnjë problem. Jam formuar edhe disa pika, shohim edhe këtu një pikë grumbulluese. Sigurisht ndikmon në rrujtjen e kualitetit të mollës. Po, ajo ka ndiku sidomos për kohën për jetë gjatësinë, domethënë që në fazat e mëvonshme, sepse e dim që konsumi I mollës sapo ka fillu. Dhe është e pamundur që gjithë sasia të shitet për një herë, domethënë këta kanë nevojë me depozitu për fazat e mëvonshme. Edhe kjo ju ka ndihmuar këtyre që edhe në fazat e mëvonshme mund ta qesin produktin ta plotësojnë në tek sa më të freskët. I kënaqur me cilësinë e mollëve është edhe Enes Albani nga kompania Elkos. Ndodhemi në deponin e mollëve këtu në Kovragë dhe të shohim se si e vlerëson zotri Albani cilësinë e mollëve këtu dhe sigurisht do të lidhet edhe me çështjen e plasmanit në treg. Po si shihet, cilësia e mollës është shumë e mirë. Kvaliteti është I mirë. I ftojmë gjithë vlersat tanë që të konsumojnë, së pari të provojnë këtë mollë, se molla është cilësi jashtëzakonshme. Mundet me zavendësu lirisht çdo produkt që vjen prej importit. Na këto do t'i ekspozojmë në për marketet tona. Bashkëpunimi vazhdon si çdo vit që kemi pas bashkëpunim me Kovragën, si vetëm ne do të shtojmë edhe më shumë.
Sigurisht edhe keni bashkëpunim edhe me prodhues tjerë, jo vetëm me Kovraga. Po, kemi edhe bashkëpunim me prodhues tjerë, po Kovragës i japim rëndësi shumë të madhe, edhe është afërsia këto për shkak depostan, po edhe këta njerëz punojnë pak ma profesionalisht se tjerë. Jemi shumë të kënaqur me produktet që i bëjnë këta. I japim shumë rëndësi. Molla është jashtëzakonisht e mirë. Siç e shihni, kvaliteti është shumë i mirë. Blakajt, si shembull i fermerëve ambiciozë dhe të suksesshëm, nuk ndalen me kaq. Familja Blakaj zgjeron kapacitetet. Shimsi, çka keni mbjell këtu, edhe çfarë sipërfaqe? Kam një grant për 5 hektare, për Ministrisë Bujqësisë, me mollë, edhe tash është përfundim. Sipër, edhe një edhe ditë përfundon, kryesisht me mollë. Cilat sorte janë? Janë sorte është Dileshesja Kuqe, është Geni Smiti, është Gala, janë do llojet e reja. Shumë me optimizëm shkoni në zgjerimin e sipërfaqeve. Jeni sigurt në plasmane, në problemet mos paraqiten më tutje? Po. Jemi shumë optimist për rritjen e sipërfaqeve, presim edhe vitin e ardhshëm me rrit, edhe është mirë, është tregu shumë i mirë. Sigurisht, do të punoni edhe në krijimin e sistemit të mbrojtjes, sepse megjithatë sepse si vjet ishte sezoni pak më i këndshëm për ju këtu në Kovrag, po vitet tjera nuk dihet, do të përgatiten. Po gjithsesi do të bëjmë sistemin mbrojtjes, nuk e dihet, motit nuk e dihet. Ka vetë se ka përcejnë pa brejshën, ka vetë se bjem brejshën, bëllëm kështu, jem sigurt, duhet me bos diçka. Komuna e Stogut e viteve të fundit është duke i kushtuar kujdes të veçantë të bujqësisë dhe pemtarisë. Për këtë kanë edhe motivacion, sepse çdo investim i drejtorisë për bujqësi ka sjell edhe rezultatet konkrete. Zoti Kavashi, si që në çështja me mbështetjen që kanë fermerët e komunës i Stogut, viteve të fundit keni bërë mjaft investime, është fakt, mirë po, mjafton kjo që ta fermerët jenë të rehatshëm për prodhimin që vënë? Po duke u nisë nga Kovraga këtu që jemi, dhe më thonë këta kanë një përvojë dhe kanë bërë përvoja të mëdha në prodhimin e pemëve, dhe më thonë njërë intenzive, që ka do të thotë që ne kemi përkroa dhe i përkrojmë vazhdimësi, mirë po ne për zhvillimin e pemtarisë në komunën e Stogut jënë duke në ndihmuar dhe vetë fermerët për arsye se këta kanë kryer disa trajnime në rajon, edhe aty shkëmby përvoja, dhe më thonë edhe kërkesat e tyre, ne gjithmonë kemi mendu në linja tjera, jo vetëm për komune, por edhe për Bashkisë Evropiane, që sigurojmë diçka për përpunim, që jemi do të thotë me projekte të punuar strategji të zhvillimit bujqësisë, që të gjitha këto prodhime i shdesht jo vetëm të plasohen, por edhe pjesa tjetër për shembull i shdesht edhe të bëhet një përpunim ose të quajmë ufllës si alkoolit ose i marmoladave tjera, arsyesor sepse prodhimi është mjaft i madh dhe ka mundësi të investohet në përpunim. Ne në vazhdimsi bashkëpunojmë edhe me Ministrinë e Bujqësisë, që po shihet rezultat për shembull këtë depo këtu që është mjaft e rëndësishme për komunën tonë, po edhe për Kovragën. Mendoj që çdo kohë ne jemi të gatshëm edhe për këshilla, edhe për përkroje në ato mundësi që ka komuna, dihet që komuna e ka një buxhet të limituar, mirë po në çdo kohë bashkëpunojmë edhe i shkëmbejmë përvojat edhe idetë e tyre për me arrit qëllimin, sepse ne kemi synimin edhe për eksport. Zoti Kavashi, ka ndonjë projekt që përflitet, mund të themi ndonjë fazë fillestare për ndonjë kapacitet përpunues, sepse u konstatuar që ka mjaft mundësi edhe për përpunimin e pemëve? Po veç ka fillu, do të thotë ne kemi një projekt komunja edhe e parashojmë diku në vitin 2016, e parashojmë se ne si komunë gjithmonë participojmë për shkak të buxhetit limituar në Bashkinë Evropiane që shtyllat për zhvillim dhe përpunim për shembull pemtarisë veç edhe në këtë vit besoj që do të jenë edhe do të mundohemi që ne si komunë të participojmë dhe të morrim pjesë, domethënë në projekte të cilat i bojnë edhe shoqatat, po edhe pemtarët, po edhe komuna. Jemi një projekt, domethënë është në rrugë që shpresojmë që do ta fitojmë për Bashkisë Evropiane dhe do të punojmë këtë drejtim.
Brengat e fermerëve si vjetë kanë qenë më të vogla, moti ka qenë disi në krahë të tyre, po mbrojtja e tyre pemishteve, po edhe sigurimi ka qenë një prej temave që është diskutuar dhe është premtuar nga Ministria se do të bëhet diçka në këtë drejtim. Unë po vlas tu për stok në këtë vit, fshati Kovrogë ka pas fatin se nuk është i dëmtuar për breshi, ndërsa pjesë tjera që kemi edhe shumë hektarë që plantazhe edhe shumë të mira në teritorin e komunës së Stogut, sidomos duke fillu prej kësaj pjesës këtu Dubrovë, deri në fshatin Kaliçan, breshi ka dëmtu shumë edhe nuk kemi mujt me bo ne si komunë kompenzim arsye se nuk kemi buxhet. Unë kisha apelu që ministria të mendojnë këtë drejtim edhe qeveria i zhdesht me bo një fond rezervë për kompenzimin e dëmeve të breshit, sidomos dëmeve të mëdha, për arsye se sigurimet e na nuk funksionojnë edhe ne jemi shtet formim edhe këta fermer janë të ri, janë investimet e mëdha nuk mund me i sigurua dhe më desht, mirë po i zhdesht një farforme me pas një përkrahje pej qeverie, edhe besoj që deri me tani nuk ka pas përkraje, besoj që tash e mas duhet të mendojnë qeveria dhe të sigurojnë një fond rezervë për dëmet eventuale të breshit. Të shfrytëzojmë rastin edhe të ndarejmë në këtë më aktualin regjistrimin. Sa po përfundoi regjistrimi i bujqësisë, si kaloi në komunën e Stogut? Në komunën e Stogut regjistrimi i bujqësisë ka kalu shumë mirë, do të thotë të gjitha kanë përfunduar, janë të mbledhur dokumentacionin, gjithçka o mirë, mund të ceku që nështë një 7-8 individ nuk e kanë kryer obligimin e tyne, po në përgjithësi është mirë dhe shumë me rëndësi. Ja, tashti këtu po del edhe kjo që duhet të planifikojmë, të dihet çka planifikojmë. Arsyeja është që ne kemi pas nevojë sepse prej viteve 60 nuk është bë asnjëherë regjistrimi i statistikave edhe për planifikim edhe të komunave, po edhe të nivelit qendror duhet të kemi shifra dhe numra të bëjmë planifikimin se ndryshe nuk bën. Për të ilustruar se çka ndodh me mollët që nuk shkojnë në treg për konsum, vizituam kompaninë e prodhimit të lëngjeve Frutomania në Kravaris të Gjilanit. Jemi pra në repartet e Frutomanisë në Kravaris dhe me neve është udhëheci i prodhimit Bujamin Alili dhe të mësojmë si përfunduan mollët që erdhen nga Kovraga këtu, domethënë një proces i përpunimit. Si që thatë edhe ju, jeni në linjën në fabrikën e Frutomanies në repartin e përpunimit të frutave. Në përgjithësi, për momentin jemi ka përpunojmë mollën, pasi që është edhe sezona e mollës, edhe ato çka e cekët ne kemi shumë një këpërim të mirë me fermerët e Kosovës, njëkohësisht nga Kovraga marrim një sasi bukur të madhe të mollës për përpunim. Po sigurisht kjo është një prej fazave të përpunimit të frutave gjatë vitit. Po, kjo është një ndër fazat, pasi që fillon në fundi i shtatorit, edhe dikur deri në fund dhjetorit përpunimi i mollës, është faza kur ajo e ka kohën e pjekurisë dhe të përpunimit. Ne gjatë vitit duke fillu prej shkurtit, marsit, fillojmë me frutet tjera, të cilat e kanë kohën e pjekurisë edhe të përpunimit, duke fillu prej drezës që dele para, masandej është vishnja, manafera, boronica, edhe frutet si karota e tjera. Jo sigurisht për me rujt cilësinë e produktit final, kontrolloni edhe cilësinë e lëndës së parë, janë cilësore ato që i merrni? Po, pa tjetër, çdo frut i cili futet në linjën e përpunimit, kalon në për kontrollin e seleksionimit, i cili bëhet seleksionimi e frutit që është për përpunim, futet në përpunim, frutit cili nuk është përpunim, ai kalon në deponi për hudhje. Tëra sasi që ne e konsumojmë për prodhimin ton të gatshëm është lëndë e parë kualitetit më të lartë. Tani, kjo gjithsesi hap edhe një çështje, sepse ka në opinion shpesh mendime se produkti që importohet është më cilësor se ai i vendit, ndërka që ju kryesisht ose vetëm produkte të vendit përdorni për këto lëngje mjaft cilësore që i nxjerrni. Unë mendoj se është një perceptim i gabuar, pasi që produkti jon është 100% produkt kosovar.
gjithë landa e parë, e cilën ne e përpunojmë është nga Kosova, është nga farmerët tanë, nga buqit tanë, edhe produkti jonë është 100% natyral, si që patë edhe vetë teknologjien, kalon në për blurje, shtrydhje, langu i cili mbirret prej frutit, kalon në mbushje. Është 100% natyral, pa shtim të ujit, pa shtim sheqerit, edhe pa shtim aditivave, ngjyrave, senave tjera. Domethënë është 100% natyral frut. Zotëri Alili, keni para vetes disa prej produkteve dhe aty sigurisht janë shënimet e prejardhjes së lëndës, së produktit dhe këtë përmbarjes që e përmendët. Po, është e vërtet, pasi që sot bërën mbushjen e lëngët mollës, që e pam edhe vetë përpunimin, nga etiketa cilën në përmbajtje janë të dhënat për produktin tonë, janë të specifikuara, dhe më thënë është 100% natural, 100% nuk ka sheqer të shtuar, 100% pa shturje të ujit, 100% pa shturje të aditiva dhe me përmesave tjera. Dhe më thënë me një fjalë, të gjithat që janë këtu të shumë janë 100% të garantuara se është produkt kosovar, është produkt me frutat shtrydhuna me cilësi të lartë. Dhe në etiket është e cekun produkti ku mbushet dhe cila është kompania e prodhimit. Pra është rujt me një fjalë prejardhja gjeografike e produktit? Me një fjalë është 100% rujtja e produktit gjeografik edhe tradicional kosovar. Përmendet ju se furnizoni prej këtë teritorit të Kosovës, se janë të interesuar bujqit që të dorëzojnë produktet e tyre këtu të përpunohen, janë të motivuar? Duke u nisur, ne kemi filluar që 3 vitet të funksionojmë si kompani. Vitin e kalum, unë për marrë si për shembull, kemi pas dikund 350 ton të grumbulluara një prej frutave mollën, kurse këtë vit kemi dikund 400 sa ton dhe sasit e grumbullimit janë rritun, po dhe bujqit kanë fillu të rriten me prodhimtarit vetën. Janë të interesuar të dorëzojnë këtu, keni bashkëpunim me ta? Kena bashkëpunim shumë të mirë dhe besoj që deri tash nuk kemi pasur asë një mangësi në kooperimin ton të komplet sasin që ka e kam pas ne i kemi marrë edhe kemi mundësi për sasira halamat ndaja. Prodhimtaria e mollës në Kosovë viteve të fundit ka shënuar një ritëm të theksuar, por përkundër kësaj, nevojat e tregut imponojnë edhe importin e një sasie të konsiderueshme nga vendet e rajonit e Magjer. Në 11 muajt e vitit, sipas shënimeve statistikore, janë importuar më se 12.000 tonelata mollë. Nga ana tjetër janë shtuar edhe kapacitetet përpunuese të mollës, kështu që kjo pemë mjaft e shijshme dhe e shëndetshme është bërë mjaft atraktive për fermerët, të cilët kanë edhe mbështetjen edhe pse ende simbolike, por motivuese edhe nga Ministria për Bujqësi.